Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë fillim jave, data 8 dhjetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin rinia që u ngrit si shpresë në 1990-ën sot me kostumin e politikës, po përzër rinin e 2025-s. BE paqja fiskale mund të përdoret për pastrim parash. Speciale Cafo Boga si u hoq Butrinti nga duart e publikut për të dominuar nga struktura private AADF që shmang edhe origjinën ilire. IDU rekomandime për SBA dhe BE, Shqipëria rrezikon të zhytet në një sistem të përhershëm narko-autoritar. Në gazetën Dita mund të lexoni Robert Ndrenika i urti dhe paraja, shënim pas një reflektimi të hidhur mbi skamjen dhe fjalën nga një artist i madh i cili ka jetuar kohët e djeshme të vështira dhe këto të sotmet e përshtyra. Saliu, Saliani dhe Sahati, dy analiza mbi atë që po ndodh në PD. SPA kërkon gjykimin e 27 anëtarëve të krimit të përfshirë në luftë mes tyre. Prilli i vitit 1983 dhe një histori e panjohur e prodhimit ushtarak shqiptar. Në gazetën Panorama mund të lexoni të përndjekurit dëmshpërblimi lista me 14.000 përfituesit e këstit të 5. Nata që ndezi revoltën e studentëve dhe si u fshin kronikat origjinale në RTS, firmëtari i PD-s tregon të panjohurat e ditëve të dhjetorit 1990. S'ka nevojë për përgjime me 50 milion euro balluku është kallëp. Paloka mjafton skandali për protesta. Në Panorama Sport mund të lexoni Partizani merr derbin, Tirana mbetet në koma. Elbasani synon Aratisjen, Vllaznia kërkon ringjalljen. Në Shkodër mbyll gojën, Gvozdenovic do të marrë maksimumin. Napoli merr Kreun, Allegri me Torinon do të jetë luftë. Red, Salah, dikush nuk më do të Liverpooli. Kalendari i plot i ndeshjeve në tokën amerikane. Verstappen lëshon Fronin, Norris është mbreti i ri.